Përshëndetje të gjithëve, unë jam astrologe Denisa Shyne. Ky është kanali im i YouTube-it. Për të më mbështetur mund të më ndiqni, mund të pëlqeni videot e mia dhe të abonoheni në mënyrë që të merrni dhe informacione sa herë që postoj diçka të re. Nëse të gjitha postimet e mia janë të pamjaftueshme për ju dhe kërkon diçka ekstra, sidomos ato personale, mund të prenotoni shërbimet të cilat janë me pagesë nëpërmjet numrit të WhatsApp-it që shikoni në ekran. Po kalojmë njëherë tek tema e ditës, që është hëna e re tek shenja e binjakëve. Kjo hënë e re do të jetë në datën 15 qershor, ditën e hënë, është në orën 04:53:53, pra është afërsisht rreth lindjes së diellit. Kjo është një nga hënët e re e cila ka ndikime shumë të rëndësishme për vendin tonë, pra për Shqipërinë, por edhe në botë do të vëmë ndryshime shumë të mëdha. Fryma që kemi nisur që ta përjetojmë në këto momente ndryshime rrënjësore në mënyrë se si ne e trajtojmë veten tonë, po ashtu dhe si lejojmë që të trajtohemi pra nga udhëheqja, ka filluar të ndihet një farë ndryshimi në të gjithë botën. Protesta nuk po vjen vetëm në Shqipëri, po vjen pothuajse në të gjithë botën në këto momente dhe kjo është pikërisht në ndërndikimet e epokës ku po jetojmë, duke qenë se pakënaqësia mund të ketë arritur në masa shumë të papërballueshme tashmë. Ndërkohë që tematika kryesore e kësaj hëne të re do të jetë tashmë përcaktimi i përfundimit të gjithë këtyre ngritjeve ose të gjithë këtij revolucioni. A çfarë kërkohet në të vërtetë që është kushti i kësaj hëne të re është edhe kthjellimi i objektivave si personale, po ashtu dhe në aspektin shoqëror. Në aspektin personal mund ta kemi pak më të thjeshtë normalisht, sepse dim të gjithë se çfarë ne kërkojmë nga vetja jonë dhe si do kemi më të thjeshtë të përcaktojmë objektivat për të ardhmen. Por për sa përket shoqërisë mund të bëhet pak e vështirë, sepse të gjithë mund të kenë interesa të ndryshme, prandaj edhe këto mund të përplasen me njëra tjetrën. Në lidhje me Shqipërinë dhe me të gjitha vendet ku po ndodhin ndryshime totale në këto momente tek identiteti i popujve, një për më të rëndësishme është dhe Shqipëria. Në ndikimin e hënës së plotë që ishte në datën 31 maj, vazhdojmë që të jemi në ndikimet të saj, do vazhdojmë që të ndijmë ndikimet e saj dhe për një periudhë të gjatë. Për të gjithë ata që dëshirojnë të shikojnë ndikimet e saj hënë të plotë, mund ta gjeni tek kanali i YouTube-it, është video e posaçme për atë. Ndërkohë që nëse i kthehemi kësaj, ajo çfarë do të vazhdojmë që të bëjmë është përjetimi i të njëjtave tematika, ndryshimi i identitetit tonë. Ajo përcaktimi i kufijve të rinj dhe siç e thash, kemi edhe një kthjellësim të objektivave, e cila mund të bëhet vërtet pak më e vështirë se sa çështja individuale. Pse e kemi të vështirë? Sepse në këto momente kemi shumë ndërhyrje të elementeve nga jashtë. Mund të kemi edhe më tepër ndërhyrje në të ardhmen, duke qenë se do të futen edhe disa elemente të cilat nuk janë shumë pozitiv. Mund të futen elementi i sabotimit nga fuqi të ndryshme në botë. Nuk bëhet fjalë edhe thjesht për shtetet, bëhet fjalë edhe për organizata më private. Dhe duke qenë se kemi një frymë shumë të individëve që janë shumë të ndryshëm faktikisht nga njëri tjetri, mund të jetë pak më e thjeshtë për të përçarë. Prandaj detyrimisht besimi që kemi tek njëri tjetri është shumë i rëndësishëm në këto momente. Në mënyrë që ta arrijmë këtë ose që ta mirëmbajmë këtë, normalisht që duhet të jemi shumë më të përkujdesur për njëri tjetrin, sepse neglixhenca vërtet që mund na shkaktojë dëme të rëndësishme. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm për sa i përket gjithë këtij grupimi, siç e përmenda pak më parë, kemi një ndikim shumë të rëndësishëm në këtë pikë se do të vëmë rinjështim edhe më të madh, sidomos me kthimin edhe të diasporës për pushime jemi në periudhë vere. Por për te asaj, gjatë protestave, mund të vëmë re edhe shumë persona që kthehen në vepra për të marrë pjesë të këto protesta. Kjo është diçka pozitive normalisht, por duke qenë se do të bie shumë herë më tepër në sy, sa më tepër për që të smanthohet ky si frymë, atëherë mund të kemi edhe bashkimin e elementeve të tjera, si për shembull qeverive të ndryshme ose grupimeve të ndryshme ose shoqëratave të ndryshme që i përmenda më parë, të cilat janë private, në mënyrë që të shtypin këtë lloj fryme, derisa të çfaroset komplet pra. Mënyra se si është më pozitive për të shmangur të gjitha këto probleme është që të kemi kthjellësimin e objektiva. Mënyra se si do të bëhet kjo ose që është më
nga më shkurtër më të themi, është që të përcaktohen koka ku do të vihen kurorat. Kjo është pjesa më e rëndësishme, por pak a shumë tashmë të marrin të japim një farë trajte, ka rëndësi dhe përsëris nuk bëhet fjalë thjesht në Shqipëri, bëhet fjalë për të gjithë botën, sepse kemi një ndryshim të regjimit në komplet gjithë botën, duke qenë se kjo që është aktuali, nuk kurse po funksionon më. Kemi një ndryshim shumë të madh pra në këto momente. Pika se si do të këshillohet që të vazhdohet është që të përcaktohen se cilat janë kokat ku do të vihen kurorat. Këto kuptohen pak a shumë vetvetiu, por në mes të tyre mund të vazhdojmë që të kemi edhe elemente të cilat janë të kalbura. Është pak a shumë e domosdoshme, duam apo s'duam ne, sepse asnjë gjë nuk mund të krijohet pa të vjetrën, por pak a shumë do të jetë gërshetimi i saj, në mënyrë që të pak a shumë të heqim gjatë rrugës elementet që e kuptojmë që janë të pashëndetshme, por në këto momente na duhet që pak a shumë të marrim edhe disa elemente nga shkuara, na pëlqen apo s'na pëlqen. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh të dalë në skenë për te atyre që do të jenë pak a shumë udhëheqës dhe heronjve. Këta do të jenë elementet të jashtëm ose personat të cilët vinë nga jashtë së bashku me njerëzit tanë, pra me shqiptarët të cilët jetojnë në diasporë. Mund të kemi edhe elementet të jashtëm të cilët fillojnë dhe na mbrojnë këtë frymën e re që po krijohet në këto momente. Po them më tepër për Shqipërinë, sepse Shqipëria është vërtet e ndikuar. Jemi në një fazë ku kemi ndryshime shumë të mëdha, po i vëmë re të gjithë, dhe kemi krijimin e një identiteti të ri. Kjo do të jetë një periudhë që është e gjatë, nuk kurse është e shkurtër, po këto janë hapat e para që po hidhen, dhe nëse hidhen të shëndetshme, normal që të vazhdimi do të jetë shumë më i shëndetshëm. Kemi edhe si përmarrje ushtarake ose lëvizje strategjike, të cilat mund të bëhen nëpërmjet ushtrisë, si brenda vendit, po ashtu edhe forcat të cilat vijnë nga jashtë. Këto në përgjithësi mund të duken si armiqësore në pamje të parë, por në të vërtetë mund të kenë edhe elemente mbrojtëse, të cilat ne do t'i kuptojmë më vonë. Në të vërtetë, ndikimet më të rëndësishme ose se cilat janë gjëra që do të mbyllen falë kësaj hëne të re, do të vijnë që nga dita e shtunë, që është data 13 qershor, që atë ditë do të priten vërtet kokat e problemeve, se cilët janë këto probleme, do t'i vëmë re të gjithë. Normale që bashkë me të thati mund të digjet edhe i laguri, por falë kësaj pastrimi që do të vihet rregjesë periudhe, do ta kemi pak më të thjeshtë dhe ne të përcaktojmë objektivat tona, që siç e thash është kushti i kësaj hëne të re. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm, i cili mund të vijë, ose një ndikim shumë të madh, i cili nuk mund të them që është shumë pozitiv, sepse do të shkaktojë probleme shumë madhore. Kjo është ndërhyrja e feve, është e vlefshme për të gjithë botën, nuk është e vlefshme vetëm për Shqipërinë, është e vlefshme për gjithë botën. Mund të kemi ndërhyrje nga fetë, sidomos ajo krishterë, në një farë mënyrë për të sheshuar situatën aktuale, por kjo mund të jetë vërtet shumë dëmtuese, sepse mund të shtojë shumë më tepër fanatizmin, përçarjen e njerëzve, dhe si rrjedhoj të kemi edhe një ulje të energjisë që kemi në këto momente, ose të ritmit që kemi në këto momente. Normale që të jemi shumë herë më të kuptueshëm kundrejt njëri tjetrit, të mirë kuptojmë më tepër njëri tjetrin, ka rëndësi të mos vijmë prej manipulimit që po ndodh nga kushdo që të jenë këta, të mundojmë të jemi më të logjikshëm, është e rëndësishme. Dhe siç e thash, e vetmja mënyrë që mund të mbijetojmë është që pak a shumë të mbështesim dhe të mbrojmë njëri tjetrin. Tematikat që kemi hapur gjatë pothuajse një viti e gjysmë, tashmë do të fillojnë që të pak a shumë të sheshohen. Kjo është një hënë e re e cila ka një fuqi shumë të madhe, sepse do të mbarojë një proces i cili është shumë i lodhshëm, por dhe do të na hapi shumë shtigje të reja për të cilat mund të mos jemi gati. Prandaj duhet të dimë pse ku të marrim ndihmë. Atëherë, një ndër gjërat që vjet re nga kjo hënë e re, ose një ndër tematikat e cila mund të bëhet pak edhe problematike, them të vërtetën, është në momentin që nuk kemi kthjellimin e objektivave që ishte kushti i kësaj hëne të re, optimizmi sa vjen dhe ulet, ne fillojmë dhe kemi dyshime si për veten tonë, po ashtu edhe për të tjerët, dhe lodhet normal që mund të bëj të vetën. Prandaj që të vendosim dhe të jemi
më të qartë në atë se çfarë po kërkojmë nga vetja jonë dhe nga të tjerët, ka shumë rëndësi. Për sa i përket marrëdhënieve personale, kemi një ndikim shumë të fuqishëm nga kjo hënë e re, sepse këtu, siç e thashë, kemi më të thjeshtë qëtime më të kthjellët, prandaj dhe falë kësaj hënë të re mund të kemi dhe krijimin e disa relatave të cilat janë shumë më të shëndetshme. Ne arrim që të perceptojmë shumë më mirë se ku qëndrojmë brenda marrëdhënieve tona personale. Madje, duke qenë se dhe Venusi gjatë kësaj hëne të re do të jetë i vendosur tek shenja e Luanit, mund të thotë edhe në të vërtetë kjo hënë e re ka dhe një ndikim për sa i përket anës energjetike, hapjen e çakrës së zemrës. Ishte një ndikim pozitiv për këtë arsye, arrim që ta përcjellim dashurinë shumë herë më qartë, shumë herë më bukur, pra mësojmë që të dashurojmë në mënyrë të bukur, dhe kjo vihet tre edhe më vonë, pra është fillimi i një procesi i cili do të vjetë edhe më vonë. Do të kemi fillimin për këtë arsye dhe të shumë lidhjeve të reja. Madje mund të them që është një ndër periudhat më të arta në këtë pikpamje, mund të qenë personin tonë të jetës, po ashtu mund të përballemi edhe me individ të cilët na bëjnë që të ndihemi vërtet shumë mirë, pra të dashuruar. Dhe kjo falë kësaj, pra duke mbështetur dhe duke u shprehur atë çfarë ndjejmë vërtet brenda vetes tonë, mund të dalim edhe nga fryma e pesimizmit që përmenda pak që mund të krijohet nga tezjatja e situatave aktuale. Sado e fuqishme që të jetë një lëvizje, pas një farë periudhe, domosdoshmërisht e humbet rendimentin dhe në këto momente të jemi realist, na duhet vërtet që ta mirëmbajmë atë çfarë është krijuar duke e kthyer në një trajt të caktuar, pra në një trajt që është më përshtatshme dhe shëndetshme për të gjithë ne. Dhe mbi të gjitha kjo hënë e re na jep këtë opsion. Një ndër ndikimet më të rëndësishme që do të ketë kjo hënë e re, do të jenë edhe marrëdhëniet familjare. Këtu kemi një serim vërtet shumë të madh, ndryshe nga çfarë ishte tek ato sociale, ku kemi pak të vështirë që të përcaktojmë kufinë ose objektivat, kthjellim në objektivat e tona. Marrëdhëniet familjare janë shumë të qarta, sqarojmë vërtet shumë me kthjellësi mund të sjellë në jetën tonë edhe ndarje të disa familjeve, në disa raste mund të sjellë edhe shërimin e tyre. Shumica prej tyre mund të jetë shërimi i këtyre marrëdhënieve ose shërimi i individëve që ekzistojnë brenda familjeve, duke qenë se Jupiteri do të jetë i vendosur mbi një udhëheqës i cili sjell pikërisht këtë shërimin, dhe më tepër ky shërim do të jetë nga ana shpirtërore dhe psikologjike. Kjo do të thotë që jemi më të shëndetshëm tashmë në përqasjen që kemi kundrejt personave që kemi rreth rrotull, sidomos përses marrëdhënieve familjare. Kemi një rritje vërtet shumë të madhe në produktivitet pas kësaj hëne të re, duke qenë se do të kemi kthjellësim shumë të madh, dhe kjo do të thotë edhe një rritje vërtet në detyrë e disa individëve të cilët mund të jenë bëhen udhëheqës shumë të mirë, sepse në të vërtetë për te udhëheqës që ka të bëjmë udhëheqës shtetit, mund të vjen edhe kurora në koka të cilat janë vërtet shumë të përshtatshme për të nxjerrë nga balta firma ose të vendeve tyre të punës dhe të shndërtojnë në vende të cilat janë shumë fitimprurëse. Dhe kjo do thotë përfitim për të gjithë ata që janë punëtor për brenda këtyre. Një ndikim vërtet shumë i rëndësishëm vjen edhe për sa i përket të rritjes së të ardhurave materiale. Kjo ka një farë begatie që do të vihet re pothuajse në çdo aspekt të jetës, duke qenë se ne si individ kërkojmë më tepër për veten tonë dhe kjo normalisht që vjen edhe me rezultate pozitive. Edhe këtu, kushti vazhdon që të jetë i njëjtë, duhet të kemi shumë të qarta objektivat tona. Pra, kthjellimi i objektivave edhe në këtë pikë është shumë i rëndësishëm dhe ç'është pjesa tjetër, duhet të jemi shumë të qartë në mënyrën se si e komunikojmë këtë. Dhe normalisht edhe shumë të shëndetshëm në mënyrën se si e komunikojmë këtë. Kur themi kthjellimi i objektivave përtej asaj që ne kemi në objektiv, duhet të jemi edhe shumë të sinqertë me veten tonë në anën praktike, pra se sa jemi të aftë ne për ta arritur këtë si objektiv në momentet e caktuara, dhe nëse nuk jemi të aftë për ta bërë këtë, atëherë ka ardhur koha që të fillojmë të trajnojmë më tepër, të zhvillohemi dhe të evoluojmë më tutje. Nëse arrim që të jemi të sinqertë kundrejt vetes tonë, atëherë kemi shumë më të thjeshtë të arrim atë çfarë kemi vënë qëllim vetes tonë, por nëse nuk e bëjmë këtë, atëherë mund të shkaktojmë dëme vërtet shumë të rëndësishme, sepse normalisht mund të humbasim edhe atë çfarë kemi në dorë. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm që vjen ndihma nga shoqëria. Kjo është një ndihmë vërtet shumë e madhe, mjafton që të mbështetemi aty ku duhet. Jo të gjithë
personat që kemi rreth rrotull mund të na i duan të mirë në këto momente, sidomos personat që në këtë moment janë shumë guximtar, që mundohen që ta shndrojnë ambientin që ka rreth rrotull sipas imazhit që ata kanë në kokë dhe nuk dëgjojnë të tjerët, do t'ju këshilloja që t'i shikoni pak më tepër me dyshim dhe të mundoheshit që të mund të krijonit diçka përtej asaj që ata po mundohen të imponojnë drejt jush. Dhe në qoftë se është për shembull pronari juaj i cili pak a shumë po ju drejton në një vend i cili ju nuk jeni të sigurt, do të këshilloj që ta rishikonte edhe një herë atë vend pune. Nga ana tjetër, kemi dhe shumë mundësi të reja që në jetën tonë. Është pak a shumë shansi i dytë që na jepet në këto momente. Për shumë individ, kjo do të thotë shansi i dytë për sa i përket karrierës së tyre, si edhe do të kemi mundësi të shumta, propozime të shumta që vinë rreth kësaj periudhe. Kemi filluar të ndijmë, do të vazhdojmë që ta ndijmë deri në datën 22 qershor, këtë si periudhë. Pra kemi mundësi që të gradualisht të gjitha këto propozime që na vinë të shqyrtojmë dhe sigurisht të marrim edhe vendimet e duhura, të përdorim logjikën tonë në mënyrë efikase ka rëndësi dhe të jemi të përgjegjshëm. Përgjegjësia në këtë rast vjen edhe kundrejt atyre që po mundohen na japin këto mundësi, po ashtu dhe kundrejt vetes. Pra që të jemi të sinqertë, si në lidhje me aftësitë tona, po ashtu dhe me atë çfarë ne kërkojmë nga jeta, pra objektivat tona, ka shumë rëndësi dhe në bazë të saj mund të vendosim. Këto janë ndikime shumë të rëndësishme, do të preket shumë edhe individi siç po vjen re, do të preket shumë edhe shoqëria, ndërkohë që për sa i përket tematikave të tjera, që është ajo e shëndetit. Shëndeti nga kjo hënëre është vërtet shumë i prekur. Rritja e temperaturave tashmë dihet që do të ndodhë, duke qenë se jemi në qershor dhe kemi filluar të ndijmë në mënyrë të dukshme, dhe kjo hënë e re, bashkë me të të themi, sjell edhe problemin e zjarreve, duke qenë se temperaturat do të jenë vërtet shumë të larta. Në lidhje me shëndetin, kjo vjen sepse më vërtet mund të kemi sëmundje me temperaturë të lartë. Mbi të gjitha kemi edhe probleme në lidhje me kokën ose sëmundjet të cilat prekin automatikisht pjesën e kokës. Pra, këtu mund të vjen re edhe një rritje në tendencën që të kemi dalje në skenë edhe të tumorëve për far të keq. Prandaj të gjithë ata që e dinë që kanë nga ana gjenetike një tendencë të tillë, do të këshillojë që të shkoni patjetër dhe të bëni testimet për analizat e domosdoshme në këto momente. Në qoftë se keni dhimbje kokës sidomos, të këshilloj patjetër që të shkoni aty. Nga ana tjetër, duke qenë se thash mund të kemi edhe sëmundje të cilat janë me temperaturë të lartë, këto në përgjithësi do të vinë si rrjedhë e mikrobeve që mund të shpërndahen në këto momente. Për fat të keq janë mikrobe të cilat mund të shpërndahen nga ajri, prandaj edhe masa që mund të marrim është që të jemi më aktiv në mënyrë të shëndetshme pa të bëjmë sport. Kjo normalisht në arrit shumë imunitetin dhe të ushqehemi dhe të konsumojmë atë çfarë është e shëndetshme, të mos e teprojmë ushqime pra. Duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenja e gafores, domethënë që vërtet mund të teprojmë ushqimes në mos me ëmbëlsirat që kësaj periudhe, si rredoj të jemi të vëmendshëm dhe të dëgjojmë trupin ton ka shumë rëndësi. Kemi edhe një problem tjetër që është një problem që mund të jetë shumë më tepër brenda problemeve të rreve shqiptare. Kosovës, Maqedonisë dhe Malit të Zi, pra pak a shumë komplet zonës që ne na rrethon, mund të jetë e vlefshme edhe tek pjesa perëndimore e Greqisë. Atëherë, problemi më i rëndësishëm që do të vihet re është tek mushkrit, duke qenë se do të kemi një ajër shumë të varfër në oksigjen. Prandaj do të kalojmë sa më tepër kohë në natyrë ka shumë rëndësi, sidomos Mali në këtë rast është edhe më këshillueshëm. Arsye që po them Mali është sepse ka kjo hënëri mund të vazhdojmë që të kemi probleme me Bregdetin. Në Shqipëri dihet është një tematikë e hapur në këtë moment, por përtej kësaj mund të kemi vërtet shumë probleme të cilat vijnë nga mushkonjat dhe kjo mund të bëhet shumë më problematike në vende të cilat janë më afër me detin dhe kur temperaturat janë të larta, kjo normalisht e dim të gjithë që shton edhe më tepër, ndërkohë që në male ky si problem mund të jetë pak më ulët. Pra, në qoftë se kemi trupa me ujë, pra të mundohemi që të qëndrojmë pak më larg dhe të jemi pak më afër me malin, duke qenë se ajri do të jetë më i pasur me oksigjen në vende të tilla. Dikemi që do të kemi në lidhje me shëndetësinë, është një nga temat më të varfra që kemi në këto momente.
nuk është se s'kemi ndryshime, kemi ndryshime dhe zhvillime të shumta, por për fat të keq nuk është se mund t'i ndjej. Pra masat, populli në këto momente nuk mund t'i ndjej, ndërkohë që mund të mbështetemi tek natyra, duke qenë se gjatë kësaj periudhe do të fillojmë që të rikujtojmë edhe një herë të gjitha ato çfarë na fal ajo, dhe si rretoj të përdorim bimët për të kuruar mund të jetë një nga opsionet më pozitive që kemi në këto momente, fal kësaj dhe mund ta mbrojmë më mirë sepse do t'ia dimë edhe më tepër vlerën. Ndërkohë që për sa i përket motit, e thash që temperaturat do të jenë duke u rritur dhe për fat të keq do të vazhdojmë që të vëmë re edhe zjarre, duke qenë se oksigjeni do të jetë i ulët në mënyrë të dukshme, kjo mund të thotë edhe zjarre në pyje. Prandaj të jemi shumë të vëmendshëm në lidhje me këto tematika, ka rëndësi. Një ndër pikat që është problematike për fat të keq brenda përbrendave shqiptare gjatë kësaj periudhe, gjatë gjithë këtij muaji që ne shikojmë përpara, pra deri në datën 14 korrik, mund të vëmë re edhe tërmete. Këto tërmete mund të jenë të vogla, por janë ekzistuese, prandaj të marrim masa. Çfarë do thotë kjo e çfarë kam përmendur gjithmonë? Nëse dim që shtëpia jonë nuk është e shëndetshme, sidomos themelet janë tashmë të cënuara, të marrim masa, të rregullojmë ato. Nëse nuk kemi mundësi ekonomike, atëherë të gjejmë zgjidhje alternative. Është shumë e rëndësishme në këto momente sepse jemi futur në një periudhë ku çdo gjë që e lëm pas dorë, pra çdo neglizhencë mund të na dëmtojë në mënyrë të dukshme. Një ndër temat e tjera e cila është shumë ndikuar nga kjo hënëri është drejtësia në përgjithësi. Të gjitha çështjet gjyqësore të cilat janë të hapur dhe që kanë qenë të zgjatura sidomos, mund të kthehen në diçka problematike, pak a shumë ka ngrenë, domethënë. Në mënyrë që të zgjidhim këto, duhet të marrim në punë persona shumë të aftë, pra avokat shumë të aftë, sepse fal kësaj kemi mundësi që të zgjidhim këto problem, por në qoftë se ne e neglizhojmë për një arsye ose për një tjetër, këto probleme do të zmadhojnë dhe më tepër, madje mund të mbyllen në disfavorin ton. Si rredhoj në këto momente të kemi një farë qartësimi dhe në këtë aspekt, në lidhje me veten tonë, brenda vetes tonë, pra ka shumë rëndësi të marrim vendime nëse duam apo s'duam që kjo çështje të mbyllet dhe në bazë të saj të marrim edhe personat të cilët janë të aftë për ta bërë këtë si punë, në të kundërt të heqim dorë nga ajo çfarë kemi kërkuar. Pra, nuk ka më mundësi, po e them në këtë mënyrë, që të zgjatim temat, sepse sa më shumë që ta zgjatim, aq më shumë dëmtohemi. Prandaj merrni një vendim se cila është më e rëndësishme për ju dhe veproni në bazë të saj. Ndërkohë që të gjitha tematikat që kanë të bëjnë me dokumentat, me daljen e shtetit, janë tema të cilat janë shumë të ndikuara. Në këto momente jemi futur në një fazë e cila është pakës problematike. Të gjitha marrëveshjet që janë bërë me shtetin, të gjitha daljet e shtetit, dokumentat që kanë të bëjnë me to, në këto momente janë në rishqyrtim e sipër dhe jemi në mbylljen e një epoke. Prandaj dhe mund të bëjmë vërtet shumë problematike, mund të kemi kthime mbrapsht të dokumentave për të gjitha ato që kanë në shtetësinë, daljen e problemeve përpara se të marrim vizën për diku e të tjerë. Në mënyrë që të gjitha këto probleme t'ja shkalojmë sa më tepër që të them mundur, do t'ju këshilloj që të gjitha dokumentat t'i kontrolloni disa herë. Në qoftë se keni një problem për një arsye ose për një tjetër, sidomos probleme gjyqësore, do t'i këshilloj me ngum që të merrni te ekspertët e fushës, pra avokatët, në mënyrë që t'ju ndihmojnë dhe t'ju nxjerrin nga situata e errët ku jeni në këto momente dhe mbi të gjitha. Është pjesa më e rëndësishme, nuk duhet të bëni asnjë gjë të jashtëligjshme. Në qoftë se jeni pa dokumenta në një vend, sado që të jetë dënimi, do të këshilloj që të paguanit, është e vetmja mënyrë në këto momente për ta tejkaluar këtë si fazë. Kthimi në Shqipëri ka filluar që të jetë pak a shumë i detyrueshëm, prandaj edhe nëse keni një periudhë shumë të gjatë në të cilën nuk po bëni do dokumentat kur jetoni jashtë shtetit, mund ta merrni si sinjal për të kthyer në Shqipëri. Gjithsesi, kjo është thjesht këshill, nuk është, le të themi, drejtim në atë aspekt, por është një këshill e cila do të këshilloj ta merrni në konsiderat. Ndikimin që e kam përmendur më përpara në lidhje me tokat bujqësore vazhdon që të jetë aktiv, mund të kemi vërtet probleme ose shitje të tyre. Daljen e legjislacioneve që me sa di ka dalë për shitjen e tokave bujqësore, kjo do të ishte vërtet një kërkesë apo përgjërim, më të themi, të mos e shesim tokat bujqësore. Janë vërtet themeli jonë, na duhen vërtet.
dhe në qoftë se nuk i mbajmë në këto momente, do ta kemi vërtet shumë të vështirë në një të ardhme shumë të afërt që të ushqehemi. Prandaj, në qoftë se mundeni, në qoftë se keni diçka të tillë për një pronë të tillë, do t'i këshilloja që patjetër ta mbani si tokë bujqësore dhe në qoftë se keni ndërmend të shndroni diçka pra në tokë për të ndërtuar, do të këshilloja me ngujmë kundër kësaj, sepse tokat bujqësore vërtet që sa do të kaloj koha, aq më tepër do t'ju rritet vlera. Kjo është edhe pak a shumë një hile që po jo jap. Pra, nëse doni të investoni në këto momente, mund të investoni tek tokat bujqësore. Dhe ndikime që do të kemi tek shenjat. Sot shenjat do mundojmë që t'i bëj pak më shkurt, do them thjesht ato çfarë janë më themelore. Atëherë shenja e dashit, ndikimi më i rëndësishëm që do të ketë kjo hënëre, do të jetë mënyra e komunikimit, sidomos mënyra e komunikimit që kemi me familjarët tanë, të shtatshme edhe marrëdhëniet bashkëshortore. Do të kemi ndryshimin e këtyre dinamikave për të shëruar tashmë. Nuk kemi mundësi që të zgjasim muhabetet dhe të jemi të paqartë në këtë pikpamje, duhet të jemi vërtet shumë të qartë dhe të sqarojmë gjërat, pra pa i lënë që të zgjaten edhe më tepër. Kemi mundësi për këtë arsye për të shëruar këto lloj marrëdhëniesh dhe të ndërtojmë diçka shumë më të shëndetshme, plus duke qenë se Venusi është i vendosur tek shenja e Luanit, që është anë të re, për shenjën e dashit domethënë fillimi i lidhjeve të reja sentimentale, përdorimi i ndjenjes më tepër, hapja e zemrës për pak a shumë dhe si rregull mund të kemi edhe një rritje si në optimizëm, po ashtu edhe në romanticitet. Kjo domethënë edhe një rregullim i dukshëm i marrëdhënieve tona personale, sentimentale. Marrëdhëniet që vendosen mund të duken disi të sfiduar në këto momente sepse ne jemi pak më të paqartë. Farë se hënë të re do të vit një farë thellësimi dhe si rregull kemi edhe mundësi vërtet shumë të madhe që të rregullojmë edhe këto marrëdhënie nëse janë problematike. Krijimi i familjeve të reja në këto momente është një ndër hapat më të rëndësishëm që duam të hedhim, por na duhet edhe pak punë. Puna vjen nëpërmjet një komunikimi të hapur dhe duke krijuar stabilitet ekonomik si fillim, ndërkohë që për të hedhur hapat e para drejt asaj që ne dëshirojmë, pra drejt një familje të re, sidomos krijimit të martesë ose krijimit të familjes së re, do të vi pasi ne të kemi krijuar këtë stabilitet ekonomik, pra sidomos gjatë muajit korrik e tutje. Atëherë do të kemi edhe rikthimin e disa mundësive nëse dëshirojmë. Nëse dëshirojmë në këto momente që të blejmë shtëpi, është komplet e kundërta. Investimet të tilla na bëjnë vërtet shumë mirë. Por pjesa që ka më tepër rëndësi është komunikimi. Duhet të jemi shumë të qartë, kristal në këto momente, nëse duam që të gjitha ato që sa përmenda ti sjellim në jetën tonë. Në lidhje me shëndetin, shenja e dashit ka një ndikim shumë të fuqishëm. Pjesa më e rëndësishme është se mund të kemi dhimbje koke shumë të fuqishme gjatë kësaj periudhe, sidomos në qoftë se harroni të hidratoheni. Kjo është shumë e rëndësishme në këto momente. Mos harroni të hidratoheni dhe në qoftë se keni probleme me shëndetin në përgjithësi, do t'i këshilloj që edhe të tokëzoheni, sepse elementi tokës mund të jetë pak i ulët që se hënë të re dhe juve ju nevojitet. Të gjitha elementet tjera janë pak të balancuara, po elementi tokës mund të jetë pak i ulët dhe për ju që jeni shenjë zjarri, pra mund ta keni pak më të vështirë për të balancuar veten tuaj. Si rridhoj, të tokëzohemi ka rëndësi. Shenja e Demit. Për shenjën e Demit, ndikimi më i rëndësishëm që sjell kjo hënëre është të ardhurat materiale. Mashtrime, manipulime, të cilat mund të kemi bërë gjatë kësaj periudhe, fillojmë dhe perceptojmë shumë mirë. Kemi një qartësim të këtyre tematikave. Sidomos në qoftë se kemi investuar tek diçka, qoftë kohë, qoftë të ardhur materiale, pra jemi investuar diku dhe nuk kemi parë rezultatet që ne dëshirojmë, kjo hënëre na bën që të kuptojmë pse ka ndodhur kjo dhe si rrethoj të kemi mundësi të marrim masa. Ndihma më e madhe gjatë kësaj periudhe vjen nga vëllezërit dhe nga motrat ose nga njerëzit tuaj të ngushtë, por këtë mund ta bëjmë vetëm nëse kemi një komunikim të qartë. Komunikimi si shpërvinëri ka shumë rëndësi për të gjitha shenjat, por sidomos për ju dhe për shenjat e dashit që përmenda pak përpara ka më tepër rëndësi. Marrëdhëniet familjare gjatë kësaj hëne të re kanë një përmirësim të dukshëm. Fillojmë dhe e kuptojmë njëri tjetrin më mirë, e shprehim më qartë dashurinë dhe kuptojmë e ndjejmë atë më mirë, prandaj dhe këto marrëdhënie sigurohen në mënyrë të dukshme. Mund të bijmë madje edhe në dashuri ose mund të kemi një dëshirë vërtet shumë të madhe për të krijuar një lidhje me një person që kemi kohë që admirojmë, le të them se kemi ndjenjë për të.
Shenja e Demit për këtë arsye, kjo hënë e re mund ta shtyjë edhe drejt lidhjeve të reja. Të mos e vetë manipulohemi, ka shumë rëndësi, pra të mos vetë manipulohemi ka shumë rëndësi. Thjesht për të qenë në një lidhje, duhet jemi të qartë dhe të sinqert me veten tonë. Nëse jemi të sinqert, kemi mundësi që të krijojmë lidhje të reja të shëndetshme. Nëse është një person që keni kohë që doni të shprehni, është momenti i duhur, dhe duke qenë se të komunikimi është shumë efikas në këto momente, të këshilloj që ta përdorni, ndërkohë që marrëdhëniet që keni me shoqërinë gjatë kësaj periudhe mund të jenë pakës më të cënuara si rrjedhoj. Në këtë pikpamje do të këshilloj që të jeni më të vëmendshëm. Intuita që keni në këto momente mund t'ju lërë pak në balt, prandaj çdo gjë duhet bërë me logjik. Shëndeti ka rëndësi, por ju pjesa e shëndetit mund të jenë më tepër e prekur nga ana shpirtërore. Në këto momente mund të përballen me shumë kriza, sidomos ato që janë shkaktuar deri në këto momente dhe nuk i keni përtypur ashtu siç duhet, mund të shkaktojnë edhe dëme të rëndësishme në shëndetin fizik. Prandaj, nëse se keni një problem me një individ të caktuar, ose sqaroheni dhe bëjni gjëra të qarta, pra, ose nëse nuk keni mundësi, ndoshta dhe personi përballë nuk është person i përshtatshëm për ta bërë këtë, atëherë do të këshilloj që të keni një distancë, pra kufij të shëndetshëm. Shenja e binjakëve, kjo hënë e re ndodh tek shenja juaj, ka një ndikim vërtet shumë të fuqishëm, jeni në prag të një ndryshimi kolosal. Ndikimi më i rëndësishëm është ndryshimi i identitetit, mënyra se si ne shprehim veten tonë, dhe kjo mund të na sjellë edhe një tukurje në shoqëri, në ambientin që na rrethon, dhe do të ngelen në jetën tonë vetëm persona të cilët janë të shëndetshëm, persona me të cilët, në prezencën e të cilëve ne ndihemi vërtet shumë mirë. Mund të kemi dyshime si fillim, sidomos deri tek hëna e re, pra deri në datën 15 mund ta vëmë shumë më tepër këtë, mund të kemi dyshime kundrejt gjithë personave që kemi rreth rrotullt, në disa raste kundrejt vetes tonë. Mund të kemi frikën se e kemi tepruar me të çfarë kemi thënë e të tjerë. Por me njëherë pas së hënës së tre do të vijë një farë kthjelltësimi, farë kristalizimi i ideve tona, le të themi. Prandaj dhe do ta kemi shumë më të thjeshtë të veprojmë në bazë të tyre. Ndikimi më i rëndësishëm që ka kjo hënë e re është se kemi një ndryshim për mirë, në mënyrë të shëndetshme në jetën tuaj. Ndikimi më i rëndësishëm vjen në lidhje me të ardhurat materiale, edhe për ju kjo më tepër keni mundësi që të gjeni investimet të reja ose fushat të reja ku mund të investoheni, në mënyrë që të keni një begati më të madhe në të ardhurat materiale. Për të gjithë personat që dëshirojnë që të bëjnë trajnime, mund të jetë një ndër momentet më ideale. Udhëtimet në këto momente u bëjnë vërtet shumë mirë. Shoqëria, vëllezërit, motrat, shoqëria e ngushtë, bëhet fjalë, janë persona tek të cilët do t'ju këshilloj që të mbështeteni, ndërkohë që shoqëria si një aspekt pak më i gjerë për persona të cilët i njihni, por nuk është se keni një miqësi shumë të ngushtë, do të këshilloj që të shikoni pakës me më tepër dyshim, ose më të themi t'i analizoni edhe një herë, nëse keni mundësi të kërkoni edhe një farë distancë të shëndetshme. Kjo nuk do të thënë se janë patjetër problematik, por thjesht në këto momente mund ta keni pak më të vështirë për ta perceptuar qëllimet e tyre të vërteta, prandaj edhe në mënyrë që të mos lëndohen, do të këshilloj që të qëndroni pak më tepër larg. Për sa i përket shëndetit, shenja e binjakëve ka ndikime shumë të fuqishme, sidomos personat të cilët e kanë vetvetiu probleme me mushkërit, gjatë kësaj periudhe mund të ndihemi më tepër, mund të kemi aggravimin e sëmundjeve kronike. Në raste të tilla, normalisht do të këshilloj patjetër që të merrni masa, pra të shkoni te doktori, ndërkohë që për sa i përket aktivitetit fizik në këto momente, vërtet që nuk do të këshilloj që të egzagjeroni, pra me moderitet, mund të bëjmë gjithçka, por jo të egzagjeroni. Dhe shenja e gaforës. Për shenjën e gaforës kemi një ndikim shumë të fuqishëm. Një në radhë të parë jemi tek një hënë e re dhe duke qenë se shenja e gaforës është e drejtuar nga hëna, automatikisht ka një ndikim shumë të rëndësishëm, por me të gjitha ndodhet edhe në një zonë të cilën ne nuk e perceptojmë mirë, sepse është tek shenja e binjakëve, pak më tepër që në këto momente edhe Mërkuri është i vendosur tek shenja jonë, dhe kjo do të thotë që jemi shumë më tepër emocional se çfarë duhet, dhe logjika mund të na lërë në balë. Sidomos nëse kemi dyshime apo kemi frikra me të cilat nuk kemi ballafaquar, gjatë kësaj hëne të re mund të dalin shumë më tepër në skenë. Kjo mund të na pengojë që ne të avancojmë. Madje
pak a shumë mund na paralizoj, si në marrëdhëniet tona personale, po ashtu edhe në lidhje me punën, në disa raste mund të bëjmë më tepër dembel se çfarë duhet. Pra, edhe dembelizmi ka një farë kufie, në këto momente mund ta tejkalojmë shumë më tepër se çfarë duhet dhe si rrjedhoj, mund të bëjmë më shumë të papërgjegjshëm si kundrejt vetes tonë, shëndetit, marrëdhënie familjare dhe punës. Kjo detyrimisht na sjell edhe dëme të rëndësishme. Prandaj dhe në këto momente të bëjmë gjëra të cilat na bëjnë të ndjehemi mirë ka shumë rëndësi. Si rrjedhoj, të kalojmë kohë me njerëz të cilët na bëjnë të ndjehemi të sigurt, të bëjmë aktivitete të cilat na ngre moralin, ka shumë rëndësi. Të jetë aktive ky si ndikim deri në datën 21 kur dhe t'jellë të kaloj tek shenja e gaforës. Pas asaj date mund ta kemi pak më të thjeshtë edhe për ta menaxhuar situatën, por deri në atë datë do të këshilloj që ta marrim situatën në dorë, pra të bëjmë aktivitete që sapo përmenda. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm në lidhje me intuitën, e kemi shumë të lartë, por në të vërtet mund të na çojë në rrugë të gabuara, sepse siç e thash, nuk arrim që ta gërshetojmë ashtu siç duhet me logjikën, duke qenë se bëjmë shumë më tepër pre e pesimizmit në këto momente. Kemi shumë dyshime në lidhje me veten dhe me aftësitë tona. Për këtë arsye do t'ju këshilloj që të rishikoni edhe një herë të gjitha objektivat që keni arritur deri në këtë moment dhe këto mund të bëjnë burim shumë i madh morali. Personat të cilët ju mbështesin në këto momente janë personat të cilët kanë një farë autoriteti në jetën tuaj, në të vërtetë mund të jenë edhe familjarë, sidomos baballarët, por më tepër bëhet fjalë për personat të cilët ja u dëgjoni fjalën, mund të jenë mësuesit tuaj, në disa raste mund të jenë edhe persona të cilët janë pak a shumë mentor. Përsa përket punës, në këto momente në qoftë se ne pavarësisht gjithçkaje e detyrojmë veten tonë që të kryejmë detyrat tona, kemi mundësi vërtet shumë të madhe që të rritemi, sepse do të hyjnë në jetën tonë oportunitete të pafundme. Dhe në qoftë se nuk kemi prek këtë pesimizmin që sa përmenda, do të kemi aftësinë që të perceptojmë atë. Në fund të ditës, edhe mërkuri është, siç e përmenda, tek shenja jon. Pra logjika është përkrah nesh dhe kemi edhe mundësi që ta përdorim. Nga ana tjetër kemi një ndikim pozitiv, duke qenë se Jupiteri është i vendosur tek një fiksi i cili sjell shërim, për shenjën e gaforës, kjo do të thonë shërim fizik në këtë rast. Prandaj edhe të gjitha sëmundjet kronike mund të edhe pse mund të ndjen pak më tepër në këto momente, simptomat mund të jenë pak më të smatuar, në të vërtetë mund të gjejmë kura shumë më tepër dhe madje kemi edhe një rritje në imunitet, që do të thonë mund t'i kalojmë pak a shumë edhe vetë normale që duhet të shkojmë te doktori në qoftë se e dim që kemi sëmundje të rëndësishme. Ka diçka që absolutisht nuk duhet ta anashkalojmë, edhe kjo është ajo çfarë konsumojmë. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm në këto momente ndaj asaj çfarë konsumojmë. Këtu në këtë rast bëhet fjalë vërtet për ushqimin, sidomos në qoftë se kemi tendencën në këto momente që të konsumojmë më tepër se çfarë duhet ëmbëlsira, do të këshilloj ta marrim veten tonë në kontroll. Aktiviteti fizik na bën mirë, por nuk këshillohet diçka që është shumë egzageruar, sepse kjo mund të na uli edhe energjinë që kemi të ulit në këtë moment, edhe si rreth mos na ngelet kohë, mundësi dhe në disa raste bëhet dhe justifikim për të mos bërë punën që duhet të bëjmë. Shenja e luanit. Shenja e luanit ndikimet i ka në përgjithësi pozitive. Në përgjithësi po themi, sepse Venusi është i vendosur tek shenja juaj dhe ka një kënd pozitiv edhe me Neptunin. Kjo do të thonë që e keni shumë të thjeshtë në këto momente që ëndrat tuaja të realizojnë, sepse merrni një ndihmë shumë të madhe nga sistemi, sidomos personat që kanë punuar me këmbgulje drejt qëllimeve të tyre, në këto momente kanë shumë më të thjeshtë. Kemi farë qartësimi të ideve në lidhje me shoqërinë tonë, kuptojmë shumë mirë se kush janë fytyrat e tyre të vërteta, ose se sa mund të mbështetemi tek ata, sepse nuk është patjetër e detyrueshme që ne kemi të mirë apo më të keq, por në disa raste kuptojmë edhe sa mund të mbështetemi tek ata në momente të caktuara dhe fal kësaj kemi edhe mundësi që të rritemi në të vërtetë. Rritja më e madhe për shenjën e luanit vjen në ndryshimet që kemi komplet në ambientin që rrethon, dhe këtu kemi shndërimin e disa individëve ose ndrimin e tyre me disa individë të cilët janë më të shëndetshëm, më të përshtatshëm për ne dhe që na mbështesin shumë më tepër. Marrëdhëniet familjare në këto momente për shenjën e luanit janë shumë të ndikuara, duke qenë se jemi në një fazë ku marrëdhëniet brenda martesave janë shumë të ndikuara. Kjo do të thonë që të gjitha problemet e të shkuaras mund të rikthehen në jetën tonë dhe fal kësaj mund të kemi dhe ballafaqime të shumta. Kjo nuk do të thonë se është problematike në qoftë se sqarohen gjërat qartë, por në qoftë se nuk i sqarojmë gjërat ashtu siç duhet, i lëm pas dore.
dhe ja lëm pak a shumë kohës, mund të bëjmë vërtet shumë problematike, madje mund të na çojnë deri në agravimin e situatës, në disa raste mund të kemi edhe largime. Nuk mund të them që kemi ndarje apo divorce, por mund të kemi largime. Ndërkohë që përsa i përket ëndrave ose dëshirave për të krijuar një familje ose për të lindur fëmijë, është një ndër periudhat ku na duhet që të mundohemi pak, por mund të arrijmë këtij qëllimi. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm për shenjën e Luanit, përsa i përket përcaktimit të qëllimeve të objektive që kemi në jetë, në afat gjatë, është një ndër momentet më ideale për ta bërë këtë, sepse do të hyjë në jetën tonë ose do të kemi shumë propozime të cilat na vijnë, sidomos nga shoqëria, për të perceptuar më mirë nëse jemi apo se jemi në rrugën e dur, sidomos në lidhje me karrierën, dhe fal kësaj kemi edhe mundësi që të ndryshojmë rrjedhën, pra nëse dëshirojmë ta bëjmë këtë. Në lidhje me shëndetin, kjo hënë e re ka një element shumë të lartë të zjarrit dhe të ajrit, prandaj për ju nuk është problematike, por duke qenë se këto të dy janë të larta, domethënë që mund ta keni pak më të vështirë për të balancuar. Sidomos personat të cilët e ndjejnë veten e tyre të lodhur, do t'ju këshilloj që të bëni më tepër tokëzim. Kjo mund të jetë një nga mënyrat më praktike që kemi për të tejkaluar problemet shëndetësore nëse dalin në skemë. Pra, gjithsesi të gjitha problemet kronike që kemi çësë periudhë do t'i bëjmë shumë herë më tepër në kontroll. Atëherë, shenja e Virgjëreshës. Për shenjën e Virgjëreshës në të kemi më rëndësishëm është një ndryshim total në rrugën që keni te karriera juaj, sidomos për personat që nuk janë të kënaqur ose që janë të pasigurt në këtë pikpamje, ka një ndryshim kolosal. Një të ndryshim vjen edhe për sa i përket marrëdhënieve familjare. Ky është ndikim shumë i fuqishëm i cili e detyron shenjën e Virgjëreshës të zgjedh rrugën që ndjet më mirë. Aty ku pak a shumë do apo s'do e fillon dhe krijon atë të ardhmen e saj. Po them do apo s'do sepse në këto momente shenja e Virgjës mund të ketë shumë dyshime në lidhje me këtë aspekt, madje mund të ketë dyshime edhe tek aftësitë e saj, pavarësisht të gjitha provave që mund t'i ketë në vetes. Në këtë pikpamje mund të shtohet edhe më tepër dyshimi nga personat të cilët janë pak problematik. Këtu mund të bëhet fjalë edhe nga persona që vijnë nga shoqëria, por më tepër mund të ndikohemi nga fjalët që na thon prindrit tan, mos nënat tona. Silloj që të përballemi ose më them të marrim parasysh vetëm ato çfarë janë të vërteta, pra faktet, ka shumë rëndësi. Kemi ndikim shumë të fuqishëm në këto momente dhe në marrëdhëniet familjare për këtë arsye, në qoftë se përballemi me situata të tilla, sidomos me fjalë toksike ose të cilat na ulin moralin, mund të kemi dhe shpërthime emocionale të cilat vërtet mund të shkaktojnë dëm te këto marrëdhënie. Ndërkohë shoqëria është një ndër temat të cilat vazhdojnë që të jetë më pozitive në jetën e shenjës së Virgjëreshës, sidomos personat të cilët e kanë provuar veten e tyre, pra që na kanë qenë mbështetje në situata ku ne kemi pasur nevojë. Vazhdojmë që të kemi shërimin e plagëve që mund të na kenë ardhur edhe nga shkura, sidomos në lidhje me çështjet sentimentale. Vazhdojmë që të jemi në një periudhë ku kemi fat në lidhje me çështjet sentimentale, ku mund të kërkojmë diçka të re, më pasionante. Por ky pasion duhet të jetë edhe nën filtrin e logjikës, është shumë e rëndësishme në këto momente, pra të kushtetojmë të dyja në mënyrë që të mund të krijojmë një lidhje shumë më të shëndetshme ose të shëndetshme. Përsa përket karrierës, po e rikthejmë këtu sepse siç e thash tema më e rëndësishme, kemi ndryshime për mirë. Kemi më tepër rritje në detyrë, kemi një aftësi më të madhe, shumë herë më të madhe, që mund ta shprehim ashtu siç duhet, dhe fal kësaj edhe të mund të rritemi. Të gjitha propozimet që na vijnë në këto momente nga shoqëria për ndryshimin e karrierës ose për ndryshimin e mënyrës se si e bëjmë atë, pra në kalimin në departamente të reja e të tjerë, do t'i këshilloj që ta merrni në konsiderat dhe në qoftë se shikon të logjikshme normalisht të veproni në bazë të saj. Të gjitha mundësitë që vijnë në këto momente në përgjithësi janë për të rregulluar jetën tuaj dhe si rezultati punës që keni bërë, pra pak a shumë është karma e mirë që po të rishni në jetën tuaj. Në lidhje me shëndetin, në këto momente shenja e Virgjëreshës është në një fazë pozitive. Ndikimet të cilat mund të ishin problematike për ju në këto momente faktikisht zbuten në mënyrë të dukshme, sepse Mërkuri, i cili është drejtuesi juaj, ka një kënd pozitiv me ju, dhe kjo do të thotë që edhe nëse të një problem, pak a shumë dhe kura ju vjen vetvetiu. Shenjës së Virgjëreshës gjatë kësaj periudhe do t'i këshilloj patjetër që të kaloni kohë në ambiente të cilat kanë pemë.
pra në pyje, në male e të tjerë, do të kështu patjetër që shkon aty, ndërkohë që zonë të cilat kanë më tepër ujë, do të këshilloj që të qëndroni pak më tepër larg. Ky është shenja që prekeshin më tepër në këtë aspekt, prandaj edhe po e përmend. Marrëdhënie familjare, nëse janë të sforcuar në këto momente, do të këshilloj që të kaloni më tepër kohë me shoqërinë tuaj, sepse vërtet që aty mund të gjeni një mbështetje shumë më të madhe. Shenja e peshores, në këto momente marrëdhëniet personale për ju janë shumë të ndikuara, duke qenë se Shironi vazhdon që të vendosur tek shenja e dashit. Kjo do të thotë që marrëdhëniet në çift, sidomos lidhjet afatgjata, në këto momente mund të jenë pak a shumë duke kaluar kriza. Në qoftë se ju jeni të aftë që të aplikoni mësimet që keni marrë nga e shkuara, në këto momente këto lidhje shndërrohen në diçka shumë më tepër pozitive. Por në qoftë se nuk e bëni këtë, vazhdoni që të bini pak a shumë prej e të njëjtave situata dhe nuk merrni mësime që po mundohet sistemi t'ju jap, normale që këto marrëdhënie do sforcohen vërtet shumë dhe mund të shkaktojnë edhe humbjen e kohës, në disa raste edhe mund të humbisni edhe përqendrimin, si rreth të bëni gabime të rëndësishme tek puna juaj. Dhe kjo mund të thotë edhe rënje në detyrë. Por nga ana tjetër, balanca e shëndetshme që është midis punës dhe marrëdhënieve personale tek ju mund të sjellë edhe një rritje kolosale në karrierë. Në këto momente keni shumë mundësi, sidomos personat të cilët janë tek shenja peshore dhe janë në mjeksi, do të kenë një zhvillim vërtet shumë të madh. Kemi një rritje vërtet shumë të madhe sepse bini më tepër në sy, duke qenë se sillni kura në mënyrë shumë të ndryshme, për mënyrë se si nuk i kanë perceptuar të tjerët. Pak a shumë bëni persona me një farë autoriteti. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm edhe për personat të cilët kanë marrë trajnime të shumta ose janë pak a shumë në punë pedagog e të tjerë pra në mësuesi, edhe këta bëhen personat të cilët kanë një prioritet shumë më të madh, shkëlqejnë më tepër dhe bëhen pak a shumë edhe lider në pozicionet që janë ose në ambientin ku ndodhen. Për shenjën e peshores, ndikimi më i rëndësishëm të them të vërtetën ka të bëjë në lidhje me zhvillimin e horizontit tuaj. Ju zgjerohet shumë më tepër dhe fal kësaj keni edhe mundësi që ta aplikoni pra këtë zgjerim të horizontit në çdo aspekt të jetës, që do të thotë mund të keni edhe një rritje vërtet shumë të madhe në lidhje me të ardhurat materiale. Kjo është diçka që do të vijë me kohën, por në këto momente keni mundësi që të jeni ato hapat e parë, pra të mbillni diçka në mënyrë që të realizojmë më vonë. Pika ku do t'i këshilloj që t'jeni shumë të vëmendshëm janë marrëdhëniet që keni me vëllezërit dhe me motrat tuaj. Çdo fjalë e tepër që thuhet në këto momente mund të shkaktojë dëme të rëndësishme tek këto marrëdhënie, prandaj të jemi shumë të shëndetshëm ose të kujdesshëm në lidhje me këto tematika ka rëndësi. E njëjta që është e vlefshme edhe në lidhje me automjetin ton. Gjatë kësaj periudhe, nëse dëshironi që të dini udhëtim, duhet bëni kontrolle, pastaj të dini. Ndërkohë që nëse dëshironi që të ndryshoni telefonin tuaj, ky është momenti ideal, sepse në fund të qershorit do të kemi edhe një retrograd të Mërkurit dhe gjatë asaj periudhe, vërtet që çdo gjë që marrim, çdo gjë elektrike që marrim pra, si telefonin në këtë rast, mund të dalë problematike dhe si do të kemi probleme. Shenja e akrepit, për shenja e akrepit, vazhdojmë që të jemi në fazën ku kemi probleme në lidhje me shëndetin, nëse nuk jemi të kujdesshëm normalisht, por nëse jemi të kujdesshëm e kemi marrë mësimet nga e shkuara, bëjmë pak a shumë profesor të trupit ton dhe si rridoj, dim dhe si të përkujdesemi. Kemi një rritje të imunitetit për këtë arsye. Pra, është vërtet e ndarë në dysh. Ata që kujdesen për trupin e tyre kanë një rritje në imunitet, ata që nuk kanë kujdesen për trupin e tyre kanë një rënje të tij. Ndërkohë që tematika kryesore që ka kjo hënë e re për ju është marrëdhëniet që kemi me bashkëpronarët, pra të ardhurët e përbashkëta. Tematikat në lidhje me çështje gjyqësore, kemi mbylljen e tyre, po se si do të mbyllen, kjo është komplet në dorën tuaj, përmenda tek ndikimet e përgjithshme që nëse kemi çështje gjyqësore të hapur në këto momente, duhet patjetër të marrim ndihmën e ekspertëve, pra të avokatëve të mirë në këtë rast, në mënyrë që të mund të zgjidhim këto probleme, sepse është e pamundur që të zgjidhim vetë. Për të gjithë personat që janë në fazat ku divorci nuk është finalizuar ende, mund të finalizohet. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm dhe pozitiv në këtë rast, do të kemi edhe mbylljen e borxheve ose mund të marrim edhe kredi për të bërë me shtëpi. Duke qenë se një ndër ndikimet më të rëndësishme në jetën e shenjës së akrepit në këtë moment është krijimi i vendit ku ne ndihemi mirë.
Kjo është e vlefshme edhe në lidhje me njerëzit, për ambientin që kemi rreth rrotës, që mund të thotë edhe krijimi një familje shumë të rëndësishme, shumë të shëndetshme, po ashtu edhe blerja e shtëpisë ose marrja e shtëpisë, ose ndryshimi i vendit ku jetojmë për më mirë. Prandaj edhe shenja akrepit në përgjithësi, nëse merr një kredi në këto momente, do të thotë që mund të rrisi stabiliteti, mund të rrisi edhe gjendjen e tij ekonomike. Marr një ndjem shumë të madhe në këto momente nga sistemi, sidomos për të gjithë personat të cilët kanë pasur aftësinë për të mbyllur ciklet karmike. Kjo do të thotë që nëse keni vënë kufin të shëndetshëm me njerëzit që keni rreth rrotull, nëse jeni të përgjegjshëm në lidhje me veprimet tuaja, në lidhje me punën tuaj, kjo periudhë do të thënë një shpërblim vërtet shumë i madh, si nga ana ekonomike, po ashtu edhe nga qetësia e cila ju sjell, dhe se do kemi krijimin e një ambienti ku ju lulëzoni. Pothuajse në çdo aspekt, por sidomos në lidhje me të ardhurat materiale, do ta vëmë re shumë herë më tepër. Dhe ndërkohë, ndikimin që do të kemi tek shenja e shigjetarit, kjo hënëri do të ndodhë përballë me ju, pra është tek shenja e binjakëve, prandaj ndikimet pothuajse automatike kemi tek marrëdhëniet personale. Të gjitha partnerët edhe që kemi në këto momente fillojmë edhe i rishikojmë edhe një herë, kemi dyshime në lidhje me to, prandaj dhe kemi mundësi që t'i sqarim këto dyshime që kemi, ose të bijmë prej tyre. Në këtë rast që ti jemi vërtet shumë të logjikshëm, ka rëndësi të mos bijmë prej e këtyre dyshimeve të pabazuara, ka rëndësi të sqarojmë mirë gjërat me individet që kemi përballë. Komunikimi në këto momente ka shumë rëndësi, sidomos në lidhje me marrëveshjet që janë bërë. Këtu bëhet fjalë në lidhje më tepër me marrëveshjet që kemi bërë për të ardhurat materiale, prandaj të gjitha kontratat që janë firmosur gjatë kësaj periudhe mund të na duhet që të rishikojmë. Ndërkohë që marrëdhëniet personale janë sa pozitive, po aq edhe të sforcuara në këto momente. Pozitive sepse kemi mundësinë që të pranojmë ku ne kemi të çaluar dhe fal kësaj të rregullojmë ose të shndrojmë ato në lidhje shumë më të shëndetshme, por negative duke qenë se rrjedhimisht janë shumë të lodhshme në këto momente. Mund të kemi shumë keq kuptime, mënyra e komunikimit është shumë për të kërkuar dhe pak më tepër kemi dhe ndërhyrje nga jashtë. Kjo ndërhyrje në përgjithësi mund të vijë nga familja jonë ose mund të ndërhyjë edhe koha që ne harxojmë për të punuar, sidomos nëse është një karrierë në të cilën sapo e kemi filluar. Në këto momente, shenja e shigjetarit ka një ndryshim shumë të madh në jetën e tij, po krijon pak a shumë shtigje të reja në çdo aspekt të jetës, po hedh hapat të cilat janë shumë të rëndësishëm për të arritur suksesin, sidomos përsa i përket jetës së tij personale, që do të thonë të gjitha marrëdhëniet familjare janë të ndikuara, të gjitha marrëdhëniet personale janë të ndikuara. Dhe pak më tepër kemi edhe një rritje në karrierë nëse fokusohemi këtu, por duke qenë se gjithçka është shumë e nxitur në këto momente, ose kemi stimul shumë të madh në këto momente, mund të kemi pak të vështirë që të zgjedhim se ku fokusohemi. Ajo çfarë është më e rëndësishme në këto momente është të sqarojmë njërsi si fillim të gjitha problemet që kemi brenda marrëdhënies në çift. Të gjitha ata që janë në një marrëdhënie, ndërkohë që të gjithë personat që nuk janë në një lidhje në këto momente, në qoftë se keni dëshirë për të kryer diçka të re, mund të bëhet diçka pozitive, por duhet jeni të sigurt nëse personi që ndodhet përballë po thotë të njëjtën gjë si ju e keni kuptuar. Pra duhet jeni 100% të sigurt që e keni kuptuar mirë personin përballë. Pse? Sepse në këto momente kemi vërtet shumë mundësi që ne të gënjejmë veten tonë. Ndërkohë që për sa i përket krijimit të diçka të re, të një projekti të ri sidomos, që do të sjellë të ardhur materiale të mira, më tepër kanë prioritet ato çfarë ne kemi studiuar. Pra nëse kemi marrë një farë trajnimi, nëse jemi zhvilluar në një pikpamje, në këtë moment kemi mundësi vërtet shumë të madhe për të qenë të suksesshëm dhe fal kësaj të kemi të ardhur materiale shumë të mira. Por nëse nuk jemi të sigurt për diçka, pra nuk e kemi studiuar dhe na duhet që ta mësojmë pak a shumë gjatë rrugës, është shumë e këshillueshme që të marrim këshilla nga ekspertët. Kjo edhe në qoftë se mund të duket në këto momente se një harxhim i tepër, në të vërtetë është një investim shumë i mirë, i cili mund të kthehet në të ardhurat materiale vërtet shumë të mira. Në këto momente shenja shigjetare ka një ndryshim total pothuajse të jetës së tij dhe dinamikat që kanë në jetë me të gjithë njerëzit rreth rrotull ndryshojnë. Kemi mundësi që të ndërtojmë lidhje të shëndetshme, por nga ana tjetër duhet jemi shumë të qartë në idetë tona në mënyrë që të ndërtojmë këto. Pra kthjellësimi në këto momente tek shenja shigjetare vjen tek ajo çfarë dëshiron që të ketë një jetë, sidomos në lidhje me marrëdhëniet e tij personale. Kemi një
periudhë, do të futemi në një periudhë ku çështja sentimentale do të kenë një prioritet më të madh, prandaj dhe kemi mundësi që të krijojmë një lidhje të re. Do të këshilloj vetë që të merrni këshillën që thash më parë. Okej, në lidhje me shëndetin, po këtu jemi të ndikuar, më tepër jemi të ndikuar te pjesa e këmbëve, prandaj dhe nëse ecni mos u teproni. Shenja e bricjapit. Për shenjën e bricjapit kemi ndikim të rëndësishëm në këto momente. Saturni ka një kënd negativ me drejtuesin e kësaj hëne të re, që është Mërkuri, dhe kjo do të thotë që marrëdhëniet familjare dhe marrëdhëniet brenda në çift në këto momente janë vërtet shumë të sfiduara. Të dyja mund të prishin njëri tjetrin, prandaj dhe nëse bien pre e thashë themeve pak a shumë ose mbajmë një anë, mund të dëmtojmë vërtet shumë veten tonë, madje mund të ngelemi edhe pa bërë asnjë gjë, sepse do të na duhet që të shoqërojmë pak a shumë ambientin që kemi rreth rrotull. Në këto raste do të këshilloja që të jemi më të qartë në atë çfarë ne dëshirojmë me të dyja palët dhe të kërkojmë që të mbahen disa kufij të shëndetshëm. Në këto momente gjakrat mund të jenë vërtet shumë të nxehta, prandaj dhe e kemi shumë të vështirë që ne vetë të krijojmë një balancë, por në qoftë se i rikujtojmë njerëzit që kemi rreth rrotull që janë të rritur, prandaj dhe duhet të veprojnë në mënyrë të tillë, mund ta kemi pak më të thjeshtë të menaxhojmë situatën. Ndërkohë që për ju, pika ku fokusoheni më tepër, nga kjo hënë re është mënyra se si e trajtoni jetën në përgjithësi. Keni një fitim të një praktikiteti vërtet shumë të madh. Prandaj do t'ju këshilloj që të fokusoheshit më tepër për të krijuar një rutinë më të shëndetshme, që të mund të hiqni qafe pak a shumë të gjitha veset, zakonta të cilat u mbajnë mbrapa. Kjo është shumë e rëndësishme sepse keni një aftësi shumë të madhe për ta bërë këtë. Plus kemi mundësi vërtet shumë të madhe për të qenë shumë efikas në punën tonë, çfarë do lloj pune që të bëni, dhe marrim dhe një ndihmë shumë të madhe edhe nga kolegët, sepse këtu kemi krijimin e disa marrëdhënieve të re shumë më efikase. Në lidhje me të ardhurat materiale, bashkëpunimet në këto momente për ju janë shumë fitimprurse. Mund të merrni lajme në lidhje me mënyra se si mund të mbyllni borxhet tuaja, ose mund të merrni lajme që do të mbyllni borxhet ose që do t'ja u japin mbrapsht borxhet në këndjes në një moment shumë të afërt. Kjo për ju do të thënë një moral vërtet shumë i lartë dhe mund edhe të fokusoni fare kësaj më tepër për të realizuar ato gjëra që përmendë pak më parë, për të qenë me efikasitet në jetën tuaj të përditshme. Marrëdhëniet të cilat janë të sfiduara në këto momente janë marrëdhëniet me familjen tuaj. Madje shëndeti i tyre mund të jetë i prekur, mund të vazhdojë që të jetë i prekur deri në datën 19, prandaj në qoftë se e dini që një person brenda familjes tuaj ka nevojë për ndihmën tuaj, sidomos mbështetje nga ana edhe morale, do të këshilloj që të qëndroni më pranë. Marrëdhëniet personale, lidhjet afatgjata në këto momente sa të sfiduara janë, aq sa kemi mundësi që të perceptojmë se çfarë ne duam në jetën tonë. Prandaj të gjithë individët të cilët duan të vendosen, se janë në hapat që janë duke vendosur për të krijuar një lidhje, për të krijuar një martesë, më të them, ose për të dalë në shtëpi së bashku e të tjerë, për të krijuar familje, është një ndër momentet më efikase në këtë aspekt. Jemi edhe gjatë kësaj jave që po lëm mbrapa, po ashtu edhe gjatë javës në vazhdim do të vazhdojmë që të jemi të njëjtat ujëra, madje atëherë do të kemi edhe më tepër mundësi që të hedhim hapat e parë, sepse do të kemi edhe një begati shumë të madhe. Kjo hënë e re prek tek ju veç edhe shëndetin fizik. Këtu është vërtet shumë e prekur, sidomos problemet që kanë të bëjnë me mushkrinë. Të gjithë ata që kanë sëmundje kronike në këtë pikpamje do të këshilloj që të jeni shumë të kujdesshëm. Mundësisht kur të dilni jashtë të mbani maska. Për të gjithë ata që kanë sëmundje kronike si astma, do mund të jetë edhe më e ndjeshme sepse do të kemi një ulje të oksigjenit në ajër dhe kjo mund të dëmtojë në mënyrë të dukshme edhe imunitetin tuaj. Falë kësaj mund të kemi edhe probleme si me frymëmarrjen, po ashtu edhe me lëkurën, e cila mund të preket shumë edhe nga alergjitë. Për shenjën e ujorit, kjo është një hënë e re që na sjell fat, hap rrugën dhe na hap mendjen pak a shumë, e përdorëm logjikën tonë më mirë. Kuptojmë shumë herë më mirë edhe ambientin që na rrethon. Kuptojmë shumë mirë se cilat kanë qenë elementet që ne nuk kemi arritur të përdorim dhe si rrjedhë falë kësaj kemi mundësi që të jemi më të suksesshëm. Gjithsesi kjo nuk është se vjen ashtu vetvetiu, duhet jemi të aftë që ta kapim këtë fat që na vjen në këto momente dhe kjo aftësi ekziston, sidomos në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me kreativitetin. Nëse në këto momente prodhojmë diçka,
Pra jemi kreativ, kemi mundësi vërtet shumë të madhe për të kryer stabilitet. Ky stabilitet vjen nga ana emocionale, tek e cila mund të jeni të prekur në këto momente, por vjen edhe për sa i përket stabilitetit ekonomik. Stabiliteti ekonomik vjen si rrjedhoi punës që po bëjmë në këto momente dhe duhet ta mirëmbajmë ata, nuk do të heqim dorë, duhet të këmbgulim madje në disa raste, sidomos në situata kur e dim që nuk na është dhënë e drejta ashtu siç duhet ose mjaftueshëm, duhet ta kërkojmë këtë me insistim, por në mënyrë shumë diplomatike. Kjo është e rëndësishme për ju. Fati në të vërtetë vjen për të krijuar një larmishmëri në jetën tonë dhe kjo ju bën që të ndjeni shumë më të plotësuar. Larmishmëria vjen pothuajse në çdo aspekt të jetës, që do të thonë të shumë projekte që i keni ndërruar tashmë mund t'i vini në jetë. Normalisht duhet të bëni planifikime të duhura, por në këto momente vërtet që drejtuesi juaj Urani ju ndihmon shumë. Do të jetë një periudhë gjatë kjo, por kjo hënë re mund të thotë për ju edhe hapat e parë do të jetin drejt realizimit të këtyre qëllimeve. Dhe duke qenë se mund të kemi fillimin e aplikimeve të shumë projekteve, shumë prej tyre vërtet që mund të çelin filizat dhe palkësa të kemi dhe të ardhur materiale shumë të mira. Mbi të gjitha në këto momente, vërtet që nuk kemi më pengesa, të paktën në lidhje me të ardhurat materiale. Jemi futur në fazën ku të gjitha pengesat që kishim e kuptuam se pse kishin ndodhur dhe farë u bën pak a shumë edhe profesor në këtë aspekt. Kemi edhe mundësi për këtë arsye që të avancojmë shumë shpejt përpara. Në lidhje me çështje sentimentale, jeni një dëshnjat më të favorizuar, por mund të kemi edhe rikthimin e problemeve dhe personave problematik me të cilët keni pasur një lidhje shumë të gjatë ose në disa raste të rëndësishme. Kjo nëse është rikthimi këtyre personave, do t'ju këshilloja që të i rishikonit në kuptimin që të merrni mësimet që duhet të merrni nga këta individ dhe të mund të aplikoni këto në lidhjet tuaja të ardhshme ose aktuale, të sqaroni pra tematikat që mund të kenë ngelur në ajër dhe fare kësaj të mund të krijoni dhe ju në të ardhmen një lidhje më të shëndetshme duke marrë mësimet e përkatëse. Ndërkohë që nëse kemi rikthimin e situatave problematike brenda lidhjeve, këtu ju duhet që të komunikoni vërtet shumë hapur me partnerët tuaj. Personat të cilët mund të bëjnë problematik dhe mund të kemi edhe ndërhyrje gjatë gjithë kësaj periudhe, edhe nga kjo hënë re, por edhe gjatë javës në vazhdim, pra deri datën 21, do të vijnë re më tepër ndërhyrjet e familjarëve, po ashtu edhe mund të vijnë re shumë ndërhyrjet edhe të vëllezërve, të motrave dhe të shoqërisë së ngushtë. Në këto lloj situatash do t'ju këshilloj që të jeni gjaku ftohtë, të mos lejoni njerëz të tjerë që të ndërhyjnë tek lidhja juaj personale, sepse do ta keni shumë të vështirë pastaj që ta mblidhni në situatë. Ndërkohë që nëse se thjesht vazhdoni të aplikoni atë çfarë ju keni programuar ose atë çfarë keni deri në këtë moment e keni mësuar nga jeta juaj ose nga eksperjenca juaj, kemi fat vërtet shumë të madh sepse siç e thash mund të krijojë një stabilitet. Merrni ndihmë shumë të madhe nga partnerët në këto momente dhe lidhje sentimentale vërtet që lulëzojnë. Nëse na arrim që të kalojmë këto probleme dhe ndërhyrje që marrim nga jashtë përsëris, atëherë kemi vërtet shumë më të thjeshtë që të krijojmë lidhje më të shëndetshme, lidhje ku ndihemi mirë dhe ku argëtohemi më tepër. Plus, në lidhje me shëndetin, shenja e ujorit është ndikuar, ndikimi më i rëndësishëm vjen tek sistemi nervor, e kemi vërtet shumë të prekur dhe kjo mund të shkaktojë edhe dhimbje koke shumë të forta, madje mund të perceptojmë pak a shumë si migrena, edhe pse mund mos jenë të tilla. Prandaj që të jemi shumë të kujdesshëm dhe të qëndrojmë larg stresit ka rëndësi. Një ndër këshillat që do t'ju jepja ishte edhe për ju të tokëzoheni, sepse në këtë moment kemi nevojë të prekim me këmbë në tokë, që të jemi edhe më realist dhe të mos bëjmë pre edhe manipulimeve ose ndërhyrjeve që përmendam parë. Shenja e peshqve. Për shenjën e peshqve, kjo hënë e re do të thonë ndryshime pothuajse automatike në lidhje me familjen, marrëdhëniet që kemi këtu dhe me karrierën. Fillojmë që të gjejmë rrugën tonë, por kjo nuk është e thjeshtë, vjen nëpërmjet kontradiktave që ndodhen brenda familjes. Jemi në një periudhë ku keni shumë fat, vërtet shumë të madh, madje mund të kemi shërimin edhe të zemrës për ju. Kjo sepse Jupiteri është i vendosur tek një fix i cili sjell edhe shton fatin, po edhe sjell shërimin e zemrës në kuptim që sjell shërimin e plagëve që mund ta kenë ngelur nga lidhjet e të shkuarës. Fillojmë kryejmë një vetbesim më të lartë,
Dhe pavarësisht kontradiktave që mund të kemi në shtëpi, fillojmë të shikojmë dritë në fund të tunelit. Sepse kuptojmë që gjitha këto kontradikte që po ndodhin të vërtet janë për të mirën tonë dhe po na nxjerrin nga zona jonë e komfortit. Falë kësaj kemi edhe mundësi që të rritemi, të zhvillohemi vërtet shumë. Për ju zhvillimi më i madh vjen tek kariera, duke qenë se kemi nevojë në këto momente për të rritur, për të ndjerë të suksesshëm, për të arritur një farë qëllimi pra në jetë. Në këtë pikë do t'ju këshilloj që t'jeni të qartë me idetë tuaja. Në qoftë se jeni të qartë se çfarë doni të bëni, keni shumë të thjeshtë të avanconi dhe të keni një sukses shumë të madh në këto momente. Por në qoftë se jeni me më dyshje në gjithçka dhe shikoni gjithçka me dyshim, sidomos aftësitë tuaja, atëherë keni vërtet shumë të vështirë që të avanconi. Ndikimet që do të kemi më tepër nga kjo hënëre ose më pas së hënës së re, mund të kemi një dëshirë vërtet shumë të madhe për të ndërtuar diçka. Këtu është më tepër në lidhje me shtëpinë, kjo mund të thotë që mund të kemi një dëshirë vërtet shumë të madhe për të kryer familje, për të bërë me fëmijë, ose në disa raste edhe për të zhvendosur. Nevoja për të qenë pak a shumë vetëm mund ta ndjejmë më tepër në këto momente. Falë kësaj dhe rritemi më tepër, falë kësaj kemi edhe më tepër mundësi që të kuptojmë dhe të njohim veten tonë më mirë. Ndikimi shumë pozitiv që kemi në këto momente është edhe në lidhje me aktivitetin fizik. Çdo lloj aktiviteti fizik që bëni rrit në mënyrë të dukshme optimizmin që keni ndaj jetës. Sepse sidomos në qoftë se ecni, këtë madje do t'ju këshilloja, mund të ndikojnë edhe më tepër pozitivisht. Për sa i përket çështjeve sentimentale, përmend apo dua të rikthehem edhe një herë, në këto momente keni vërtet shumë mundësi që të krijoni një lidhje shumë stafër sepse keni fakt në këtë aspekt. Është më tepër e vlefshme për femrat mund të gjejnë ose të përballen me njeriu i cili pak a shumë është njeriu i tyre i ëndrave. Normal që duhet të jemi me këmbë në tokë. Kjo ka shumë rëndësi dhe duke qenë se gjithë se hënët të re, elementi tokës është vërtet shumë i ulët, normal do t'i këshilloj që të bëjmë një farë toksimi, pra të ecim mirë shpalltur e të tjerë. Përsa i përket shëndetit, shenja e peshqive nga kjo hënë e re preket. Pas kësaj mund të fillojmë gradualisht të vëmë re një ulje të imunitetit. Kjo nuk do më thënë që duhet të sëmuremi patjetër, madje kemi mundësi që imunitetin që kemi pasur të lartë gjatë gjithë kësaj kohe ta mbajmë edhe për periudhën në vazhdim, por mënyra e vetme që mund ta bëjmë këtë është që të jemi shumë të kujdesshëm një me çfarë konsumojmë dhe e dyta duhet të jemi vërtet shumë të kujdesshëm në lidhje me aktivitetin tonë fizik, pra të jemi aktiv fizikisht, normale me moderitet, por duhet të jemi patjetër aktiv fizikisht, jo normal që bëjmë më tepër mirë noti, por siç e thash, falë kësaj hënë të re ose kjo hënë e re ndikimin më të madh e ka tek ecja, prandaj ajo i shton edhe më tepër optimizmin, si do të këshillosh të bëni këtë më tepër. Okej, këto ishin të gjitha ndikimet që kishim si të përgjithshme, po ashtu edhe tek shenjat. Shumë faleminderit të gjithëve që më ndoqët deri në fund dhe shihemi përsëri tek videot e radhës. Mirupafshim.